që është ndër lutjet më të mira që mundi me bën jetën e juve, që edhe kanë transmetuar edhe prej pejgamberit alayhis salatu wasalam. Daudi alayhis salatu wasalam ka thonë: "O Zot, ma bëj rrezik që të dua ty, edhe ta du atë që ti e don." A disa është e rëndësishme ta dush ti Allahun azza wa jall, edhe ta dush atë cilin e do Allahu azza wa jall. Pastaj vazhdon Daudi alayhis salatu wasalam ku thotë: "O Allah, ma mundso që ta du çdo punë që kam fron drejt teje." A di çka kjo? Kur ta doja Allahu azza wa jall një punë, edhe Allahu azza wa jall ta afron drejt kësaj punës, është puna më e mirë. Për shembull, Allahu azza wa jall i do çto ligjërata edhe ju afron çto ligjërata, edhe pjesa e tretë thotë: "O Zot, bëje dashurinë për ty më dashur se vetja ime, familja ime, edhe sa uji i ftohtë." Pse përmend Allahu azza wa jall Daudi alayhis salam ujin e ftohtë? Ne nuk kena shiu etje të madhe ekstreme, për shembull me jetu në shkretin, me bu me gjetë një shishe ujë të ftohtë, me atë etjen e madhe, është sigur me ta dhënë këtë botën. Daudi alayhis salam po thotë: "O Allah, ma bëj me dashun ti më shumë se çdo tre cilësi." Për këtë arsye ne lutem Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na mundsoj me dashur Allahun më shumë se këtë çdo pika që i përmendëm.